Haxhi Sharifi në ato kohë ka pas funksionin e kryetarit të shoqatës ulemave. Që nga ajo kohë e më ato tje kemi filluar bashkarisht të përpiqemi që Bashkinë Islame ta vëmë binar cilët binar çfarë i meriton Bashkia Islame, çfarë i ka merituar atëherë, me dëshirë që jeta e Bashkisë Islame të jenë në nivel për shumë kohë. Haxhi Sharifi ka qenë vizionar. Ai ka ditë ta organizon shoqatën e ulemave. Isha në krye të Bashkisë Islame, isha edhe prej momenteve më të gëzueshme, momenti kur kam një kënaqësi të madhe shpirtërore, ka qenë kur Mulla Sharifi i pas Ahmet Shpyrti më ka ardhur me propozim që kryesia e Bashkisë Islame t'ia boton përkthimin e Kur'anit. Kështu që Mulla Sharifi bën një vepër kolosale, një vepër të madhe, përkthimin e Kur'anit në gjuhën shqipe, i cili u prit të lexuesit me admirim të jashtëzakonshëm.